Pastaj Kaleshe Xhixhos, malli do më marr. Edhe në fakt zona prej nga vjen tradita sot, shtrihet nga lumi Pavull në veri dhe deri në gjirin e Artës. Në jug është një nga zonat e populluara me shqiptarë, është një zonë e cila ka një kulturë të lashtë. Mund përmend për shembull lumin e Akeronit, i cili përmendet që nga koha e Homerit e deri tek Dantja, por është një zonë që ka nxjerrë edhe figura historike, duke filluar nga Pirru e Epirit, për të vazhduar më pas me Marko Boçarin, për të vazhduar me një nga figurat e shkencës Hasan Tasinin, Abedin Dino, pinjolli i familjes Dino, ministri i jashtëm i Perandorisë Otomane, kryetar i degës së lidhjes së Prizrenit në këtë zonë. E mjaft të tjerë. Ali Demi është një përfaqësues i kësaj zone. E me gjithë të personalitetet që na përmendëm, me gjithë të dhëna, kuptuam që sot do të jemi në Çamëri. Sot do të shohim Gasin Çame këtu në diell. Në të 100 vjetor të pavarësisë, në fakt na duhet kujtojmë që kjo zonë ka kaluar në për shumë peripeci të historisë. Dhe peripeci e parë fillon në vitin 1913, kur me vendimin e konferencës së ambasadorëve, kjo zonë u shkëput nga trungu am, nga Shqipëria, dhe krajina të tëra, fshatra të tëra, qytetet të tëra, si Filati, Gumenica, Margllëçi, Preveza, Parga dhe Paramithia u lanë jashtë trungut am. Po gjithashtu, mëtej në vitin 1923, me marrëveshjen e Lozanës, filloi deportimi i parë i madh dhe në bazë të shkëmbimit popullsive midis Greqisë dhe Turqisë. Myslimanët të Çamërisë u zhvendosën drejt Turqisë për të zënë shtëpitë edhe tokat nga grekët që ishin në Turqi në atë periudhë. Por deportimi më i dhimbshëm dhe më i madh ndodhi në 44-ën, 45-ën, ai që njihet tashmë si genocidi Çam, kur në pretekstin e bashkëpunimit me nazifashistët, popullsitë të tëra çame u zhvendosën drejt Shqipërisë. Dhe kjo traditë që vjen sonde këtu është tradita e shpëtuar çame, e shpëtuar prej gjyshërve dhe gjysheve të Çamërisë. Ja me bine që do të jetë shumë interesante, prandaj pa humbur kohë, vazhdoni duhet rokitjet, le të filloj Dasma Çame. Garu fulle kuqelarë, moj garu fulle kuqelarë, këtë tërë këtë javë, moj këtë tërë këtë javë, që këllove në këklarë, moj që këllove në këklarë, klarë moj bile, moj sultanë, klarë moj bile, moj sultanë, moj se do të vë me oknanë, moj se do të vë me oknanë, vinë zonjat rëndë rëndë, moj ganë zonjat rëndë rëndë, moj me një lirë në pëllëmbë, moj nuse, moj faqe kartë, me qpalë të këjësitatë, moj me qpalë të nisitatë, palë ka dife të kërësaftë, moj palë ka dife të kërësaftë, ullë të mbarë ti moj paje, e ullë të mbarë ti moj paje, moj krushi ju bëjmë rizjanë, oj krushi ju bëjmë rizjanë, ngrijeni palën ka dalë, ngrijeni palën ka dalë, paplomët vini me radhë, paplomët vini me radhë, se mos ja prishni o janë, se mos ja prishni o janë, ja ka bërë nana me babanë, ja ka bërë nana me babanë. Mirë, dhe ka nisë në këtë mënyrë
dasma tradicionale çame dhe si në çdo dasëm, ne gjithmonë kemi një udhërrëfyes i cili na rrëfen hap pas hapi çdo ritual të dasmës. Me ne në studio sot është zoti Halim Halimaj, drejtues artistik i grupit Çamëria, i cili ka ardhur këtu në studion tonë sot. Mirë se erdhët. Nëse duhet i themi ne mirë se të gjetëm se dasma e çamëve është, kështu që ne jemi të ftuar sot. Gjithçka ndodhi deri në këtë momente, ndodhi tek shtëpia e Nuses. Në fakt çfarë ishin ato ritualet që pam? Në këtë atmosferë të këngës dhe të vallës, fillon dita e parë në shtëpinë e Nuses me rregullimin e Nuses. Fillon me kënan që i vjet i lyhet floku, lyhen duart, edhe dy goca të reja i bëjnë bishtalecën apo dy kostrat. Se neve si traditat i kemi vetë dy kostra. Kostrat e bishtalecën. Edhe djali gjithnjë ka kënduar, domethënë dy kocat e tua të holla sinjal. Fal ma njërën mua, të më nxjerr sevdan. Çfarë bukur. Pastaj vazhdon me ishte si zakon që njerëzit që vinin dhe uronin donin të shifnin pajin. Edhe të zotë shtëpis, her pas here, bënin tregimin e pajës. Pajat e nuseve tona kanë qenë shumë të pasura në sasi, cilësi, dhe kanë qenë një mrekullim vetë. Kjo ishte dita e parë e dasmës, apo jo? Dita e hënë dhe dasma vazhdon tek nusja nga e hëna deri në të mërkurën më darkë. Deri të mërkurën më darkë. Për cilët për të dhënë. Të njëjtën. Të njëjtën për cilët për të, po përpara kësaj natyrisht që është fejesa. Po. Dhe fejesa ka një veçanti të saj në Çamëri, apo jo? Po. Si ta ditë, fejesa në Çamëri është bërë me mbles, me mblesëri. Mblesi gjithnjë e bën dhe krushin, që lidhe krushin mbi bazë familjare, fisnore, edhe gjendje ekonomike, pasurisë. Pra shikoj dera, shikoj derat, dhe bëhesh kërkesa, pas 15 ditë deri në një muaj, duhet të kthehesh përgjigja. Nga pala e nusës. Nga pala e nusës. Në qoftë se përgjigja nuk kthehesh, do me thënë që nuk kthehesh, nuk bëhesh. E nëse kthehej përgjigja pozitive? Kthehesh, pastaj vazhdoni me aktin e dytë ta quajmë nigjahun. Nigjahu ishin dy përfaqësues nga në dhëndrit, dy nga të vajzës, në pranit hoxhës, do me thënë bëhesh akti celebrimit ose nigjahu që thamë. E veçanta është se në këtë marrëveshje që bënin, do me thënë pasuri e burit, ishte i detyruar buri, gjysma e pasurisë së burit në qoftë se prishej kjo fejes, me fjalë gjysma do i kalonte gruas. Ishte një veçante. Të mendosh që në kodin civil, të kodi familjes, kjo ekziston tashmë, domethënë që gjysma e pasurisë së krijuar midis çiftit i kalon në rast divorci i kalon. Në Çamëri ka qenë çfarë fejes? Çfarë fejes, po këtu te ne është tani. Imagjinoni në Çamëri ka qenë që në atë kohë. Kjo është. Ndërkohë çfarë ndodh tani këtej nga krahu i dhëndrit? Kjo se pam fillimin tek nusja, po këtej nga dhëndrit ç'bëhet aty? Nga krahu i dhëndrit, ditën e martë vinë peshqeshët që sjellin tek nusja. Vinë zakonisht me dy valizhe, një peshqesh kastile, po kastile, një është e nusës dhe tjetra është e afërmet. Brenda në valizhe janë peshqeshe që nga fustani, mandilja, kënaja, plus këtyre ka edhe me fjalë armeganet që quhen brenda që përfshin arat dhe bajamet. Çfarë arra dhe bajamet? Dhe që kjo lidhet më tepër sepse zona jonë tre vajon rritet shumë bajamja dhe ara. Bajamja për arsye të jetë gjatësisë si pemë frutore që ka, kurse bajamja që çel lule. Ara si pemë frutore me jetë gjatësi. Me jetë gjatësi më të madhe, të këtë çifti jetë gjatësi, kurse bajamja që çel e para, lurzon e para dhe ka prodhimtari të bollshme. Kështu që janë, le të themi, dy simbole për t'i dhënë jetë gjatësi dhe pellshmëri. Apo jo. Kjo është shumë e bukur. Po, përfaqësuesit e Krushve, ata që përbëjnë, le të themi, delegacionin e Krushve, kush janë? Ka, po themi, daja, apo xhaxhaja, apo babai, kush niset, kush shkon, si është përbërja? Gjithnjë prindrit jo. Prindrit asnjë. Vjen xhaxhai, dajua, vëllai, vjen vetëm ti quaj meshkuj. Vetëm meshkuj e fisit, jo fëmra. Do i shikojmë atëherë, janë bërë gati krushit? Kanë bërë dhe valizhet gati. Të nisej krushit.
more Krush. Si të shkoj udha, u lodhë ndonjë qika jo. E ku ka lodhje në tilla gëzime o Krushk? Ajt na trashgojën dy palët e qofte pandar. Gaz se të mira paqim kur do erë. Tani o Krush si pas zakonit, do t'ja marim një këngë për qiftin e përdasit. Jo lumë të goja! Una vez
Ishte edhe rituali ditëve të para që pam në shtëpinë e Nuses, ku natyrisht pam dhe Krushit që sollën dhuratat edhe ikën prap në krahun e dhëndrit. Po nga dhëndri. Kur fillon dasma tek dhëndri? Të hënën?
tek dhëndri fillon të hënën me fillimin gratë zën brumin, fillojnë petët. Petët e baklajis. Baklavaja që i themi ne. Po, baklajia në qamëri kishë një gjithë veçanë kështu sepse të gjithë mundoheshin ta zinin baklajin me sa më shumë petë. Dhe baklajia më e madhe që ka arritur deri në 100 petë. Deri në 100 petë. Sa e trash mund ishte ajo? Dilte mbi tepsi. Dilte mbi tepsi. Po t'jem petët e bukra ishte se me thoni, bëhesh me musure, nuk ndahesh thela si e ndajmë sot me musure. Musure me si copa picash. Me copa, me pjesë të mëdha. E zbukurohesh me lule. Zbukurohet edhe me lule. Shumë interesante. Dhe kështu fillon dhe rituali tek dasma e dhëndrit. Po çfarë ndodhte më tej? Po të martën, çfarë Më tej pastaj fillonin gjithë njerëzit e afër të dhëndrit, fillonin të sillnin dhurata. Dhurata zakonisht sillnin dashin, kush të sillte dashin më të madh. Por e zbukuroni në ball, e zbukuroni me flori, me monedha floriri. Sa më shumë monedha floriri tregon dhe me fjalë nga kisha ardhur që gjendjen e tyre ekonomike të tyre. Me sa brirë ishte dashi zakonisht? Po atje rekord mbante i thoshim me 4 brirë. Me 4 brirë. Me 4 brirë. Po kishte ndonjë shenjë fatciellse ai dashi me 4 brirë? Po tregonte forcën e tij. Tani kush duhet ta kapnin burrat për brirët apo gratë duhet ta kapnin nga brirët? Burrat e kapnin për brirët. Burrat edhe mezi e mbani se me 4 brirë. Shumë i madh, sa më i madh. Me 4 brirë është dhe ky Joni sot. Edhe ky Joni me 4 brirë kemi. Do shikojmë dashin me 4 brirë atëherë. Me 4 brirë. Okej. Sopra partazana brumata me sopra partazana brumata partazana brumata menyate me brumata partazana brumata menyate me
Aty ri. Ma e mua dorën. Ova! Kjo është Denisi. Në mbaka të dyve kjo. Po mirë, pse Denisi është edhe akrobat, është edhe çamarrok. Pse veje ngacmohesh në gratë atje te brumi? Po, kjo valle bazohet ke baklavaja dhe ke sofra që bëhet baklavaja. Dhe unë jam ke kjo valle, ke dasma bëj, jam djali Dajës Dhëndrit. Ti Nipçja? Po, edhe unë i thëmë Dajës shkoj Krushk. Ti doje të shkoj e Krushk? Po ç'a ndodhi? Dhe Daja më thotë jo, se e fmiti e kalamon. Nuk mund të shkosh ti atje. Ja. Edhe ti nga i nati? Nga i nati, i natosëm edhe qatë bëj. Shkoj e përsh baklavan. Goza s'mej. Dhe pastaj, duke përsh baklavan fillo kënga. Edhe unë prap qatë bëj edhe futëm valle direkt. Futesh në valle edhe merr dhe shokët e tu edhe kërcenin mbi sofër. Këtu. Dhe në këtë mënyrë ti ja mbushe mendjen Dajës që ja vlen të shkosh me atë si Krushk apo jo. Sa vjetër është kjo valle? Kjo është 500 vjeçare. 500 vjeçare. Një nga vallet më të vjetra të Çamërisë. Po ti nga e ke mësuar? Po kam mësuar nga profesori im Taip Madani. Dhe ati shumë për ndërë që më kam su këtë valle ka që të mirë. Mirë, vazhdo atëherë ti me shokët edhe me Dajën se do shkoni tek Krushit, ndërkohë që tek ande nga krau nusës, më ngrini dot bashkë me këtë. Jo, se s'ngrini dot. Pri ta mbaroj fjalën. Ta mbaroj fjalën unë. Jo, se po vazhdon aty, vazhdon rituali këtej nga shtëpia e Dhëndrit. Kështu që merreni, ngriheni dhe sofrën edhe ndërkohë vazhdoni.
Të vjen dajva me peshesh, në tepsi me baklaj. Moja vjen dajva me peshesh, një tepsi me baklaj. Një tepsi me baklaj, t'jau ke shuar e veti. Një tepsi me baklaj, t'jau ke shuar e veti. Ali bej more kalesh, Ali bej more kalesh, Ali bej more kalesh. Të vjen dajva me peshesh, të vjen dashin me gjithë brit, dashin me gjithë brit, varurë dupe flori. Të vjen dashin me gjithë brit, varurë dupe flori. Në shtëpinë e Vëllndrit, ndërkohë që unë jam zhvendosur këtu tek këndi ku janë ekspozuar kostume tradicionale çame dhe së bashku me mua është zoti Enver Kushi, studiues i kulturës çame. Përshëndetje, mirë se vjen zoti Enver. Mirësëmëngjeta. Çfarë veçantish ka kjo pasuri e çmueshme etnografike? Gjemi, ne jemi në një moment kulmor të dasmës dhe më duket sikur në këtë kënd që kemi shkuar bashkë, po prekim një shpirt tjetër. Është një shpirt paksa i ngorosur. Unë mendoj që me këto kostume që kemi, të pakta që jemi këtu, mund të flasësh, mund të bisedosh dhe ato mund të rrëfejnë shumë gjëra. E para mund të rrëfejnë për lashtësinë e tyre. Janë kostume shumë të vjetra, të vjetra gjenetikisht të vjetra. E dyta, janë kostume që kanë shumë shpirt, sepse është shpirti i madh i një populli mitik, një populli i lindur, i rritur, i banuar në një krahin mitike, siç është Çamëria, me një bukuri prallore, sepse Çamëria është dhe shpirt, është dhe ëndër, është dhe trup, është gjithçka. Dhe populli çam me këtë shpirt të madh i ka derdhur në kostumet. Dhe konkretisht kemi Xhamadanit, me që kishim edhe vallën e Xhamadanit. Dhe po tash kemi vëmendje të Xhamadan mund të jetë gjysmës së parë të shekullit të 19, duket nga mënyra e qendisjes, nga I qëndisur me dorë. Padyshim, sepse është punë artizanale, punë e bukur e mjeshtrave të çam. Dhe e veçanta e kësaj, e këtij Xhamadani, dhe unë dua ta nënvizoj këtë në një nga mëngët e Xhamadanit, është një figurinë. Është një figurë. Në fakt i kanë të dyja mëngët me të dyja mëngët, po, janë të dyja figurina. Ka një ngjashmëri me një. Padyshim, po të shikoni, ja shikoni Xhemi, çfarë tregon? Çfarë u sjell në mend? Në fakt si figura e Skënderbeut, Po, edhe një nën që është këtu, më tha që kjo është figura e Skënderbeut. Është një dëshirë e popullit çam për ta mitizuar figurën e madhe, legjendare të heroit kombëtar, edhe në kostumet e tij. Padyshim afron, por nuk është figura e Skënderbeut, por ne po e quajmë është figura e Skënderbeut. Ndërkohë,
Tu kemi të palosura. Këtu kemi të palosura, Cilat janë edhe ruajtura këto me janë të shumë kostumit kujdes. çam dhe bukur e thot, janë të ruajtura me shumë kujdes, sepse të ruash një objekt siç është objekti që ka të bëjë me kostumet popullore, është dashuri, është dhe mjeshtri, është dhe ngrohtësi. Ky kostum që unë po e prek ka patur ngrohtësinë e punimit të zonjës, sepse ka një harmoni të jashtëzakonshme të ngjyrave të bukura, shumë të bukura, por ka kaluar vite dhe vite dhe ruan të njëjtën bukuri, të njëjtën ngjyra, sepse zonja e nderuar Çame, zonja e rënd Çame, është përpjekur që ta ruaj duke qepur çdo element të saj, në mënyrë që të rezistoj kohës. Njëjta gjë ka ndodhur dhe me Tumanin. Bile edhe me Tumanin, me Tumanin edhe me Jelekun. Është veshje, kjo cilën e paraqitem, e gruas mesme, mbi 40 vjeç, mbi 45 vjeç. Jo për vajzat e reja. Jo për vajzat. Vajzat e reja kemi ku tjetër. Ndërkohë, mbrapa jush. Këtu kemi tre gjëra shumë të bukura. Kjo është sako. Është e fillimit të shekullit të 20. Ne jo pa qëllim e kemi vendosur që kamera ta marrë në pjesën e pasme. Në pjesën e pasme. Çfarë është qëndisur aty? Sepse janë të qëndisura me fijari, dhe është nga fshati Koskë e Çamërisë, ky objekti për cilin ne paraqesim, është tema jetës. Tema jetës. Ndërsa lart kemi një elek dhe një xhamandamburri që përkasi një familje të madhe, familje Agallarësh, familja e Jasin Sadikut nga Margëlliçi. Edhe kjo shumë e vjetër, mund të jetë e gjysmës së dytë të shekullit të 19 objekti për cilin ne flasim, duket, po të shikosh me vëmendje, studiusit do të vënë re bukurinë e qëndisjes, do të vënë re padyshim dhe harmoninë e ngjyrave, padyshim dhe harmoninë e ngjyrave. Cilat mosha e veshin përkatësisht? Kjo vishet nga burrat. Nga meshkujt. Pra vishet nga burrat. Zhvendosemi, shohim një tjetër veshje. Këtu kemi veshjen e nusit Çame. Unë thash pak më parë që kanë shumë shpirt, dhe nuk është e rastit as pak që poeti i madh, nga më të mëdhej të shekullit të 19, Gjorzh Bajroni, i cili ka vizituar Çamërinë, ka qenë brigjet Çame, dhe i shkruante një letër nënës, dhe midis të tjerave, ai pa nga afër, njohi nga afër banorët e Pargës, të Prevezës, njohi vallet, njohi këngët, po njohi edhe kostumet. Dhe në një letër që i dërgon nënës, të tij i thot, e dashur nën, po të shkruaj nga brigjet mitike të Pargës dhe të Prevezës. Dhe kam parë kostume të rralla, të jashtëzakonshme, dhe kam parë vajza dhe djemë që ndoshta janë nga më të bukurit në botë. Dhe kostumet e tyre janë të denja për të veshur fisnikët anglez. Ju lutem. Shikoni këtë veshje. Këmisha duhet jetë shumë e vjetër, kam përshtypjen, sepse duket është më e vjetër këmisha, po dhe Eleku nuk është edhe Eleku është i vjetër, ndërsa Tumani i ku ngjyra ku që përdoje shumë në Çamëri, dhe po të shikoni vajzat janë këtu, vajzat e reja, kryesisht vajzat sepse ngjyra e pasionit, dhe Çamëria ka shumë pasion, ka shumë ndjenjë, ka shumë botë siç e thanë fillim. Edhe është ngjyra dhe ka dhe një këngë të bukur shumë për nusen Tuman Kuqe. Nusen që vesh Tumanin e Kuq. Kemi edhe një tjetër veshje grash. Po kjo është është këmishë e një grue jo do si do. Është një grue qytetare Çame, fisnike Çame, nga një dere madhe që themi në Çamëri. Shtrese lartë. Dhe veçanta e dytë e kësaj veshje është se është punuar me dorë. Pra, është punuar me fije mëndafshi, komplet, dhe është qëndisur gjithashtu nga zonjat e rënda Çame, të cilat kanë pasur edhe durimin, por edhe talentin që të japin këtë lloj veshje të jashtëzakonshme, do thojë, nga më të bukurat. Po ta shikosh me vëmendje, kjo e bardhë është komplet ngjyra e bardhë në ngjyrë të qumshit, pra flet për shpirtin e madh të Çamëve dhe të vajzës Çame. Dhe mbi të është prap një sako, shumë e bukur sako, po është pak më e re se sa veshja tjetër që kemi. Në të, padyshim në të. Kemi të ekspozuar dhe një veshje tjetër meshkush? Ky është kostumi, unë do ta quaja, ky është kostumi i tradicional i djalit Çam, i burrit Çam. Është kostum ceremonial, nuk është kostum që vishet për ditë. Çfarë tiparesh ka? E veçanta që unë dua ta theksoj është fustanella. Fustanella, sipas Faikonicës, në Çamërinë, në Shqipërinë e poshtme, ishte e përbërë, pra lënda e parë përdojë nga liri,
Pra nga liri, dhe burrat e vjetër çam thonë që edhe pa u veshur, ajo qëndron e ngrirë. Dhe dyta, gjatësia e fustanellës tek djemt është deri tek gjuri, ndërsa tek burrat, pra meso burrat dhe burrat e vjetër është gati 20 cm në gjuhë dhe është më shumë palë. Mbi 100, 130, 140 palë. Ndërkohë shohim edhe jelekun. Padyshim jeleku për cilën e folëm, jeleku është pjesë e rëndësishme, është dhe këmisha dhe është dhe feste, ne themi feste. Festa. Feste. Feste. Dhe feste lart ka një bisht studiusit kanë vënë re këtë veçanësi të veshjes së burrit çam. Pra festen me bisht lart. Është kostumet të cilën e paraqitëm, kryesisht janë të artizanëve, të dorëve të artizanëve të Janinës, të Paramithisë, por dhe të Beratit, dhe janë me përbërje cohe, përbërje leshi, përbërje ornamente, shumë të çmuara, që flasin për një gjë që Çamëria është një krahinë me shumë tradita, një krahinë me pasuri të madhe, që është derdhur me art në këto kostume për cilën e paraqitëm. Ndërkohë shoh që edhe brezi është kombinuar së bashku me padyshim brezi dhe opingat edhe këto janë të ceremonisë, pra të kostumit ceremonial, janë me gjufka, padyshim jo, vetëm në dasmë, siç e shohim në dasmën që ne po paraqesim, vetëm në ceremonitë e dasmës. Ka dhe një lloj kputucë tjera që janë të përditshme, ato poshtë vjen thamballoma, proka i thon, që kur dilin burrat çam, kërcisin shumë, se ishin një lloj gozhde, si quheshin proka dhe kërcisin vërtet shumë. Mirë, nëse kem mbaruar, unë do doja që ta falenderonim zotin Enxher Kushi, me ndërprerje të fortë, që na shpjegoi me kaq shumë detaje, me kaq shumë pasion e dashuri të gjitha këto veçori të veshjeve tradicionale çame. Ndërkohë ka ardhur një tjetër moment. Do të vi në studio një i ftuar special së bashku me Krushit dhe do të shkojë të marrë nusën. Le t'i presim në skenë. Mirëserët, Mare Krush. Mirë se u gjetëm. Mirësi e bandar. Qoftë aq e pa ndar qoftë. Kam një porosi për ju që duhet me krjeni. Amanet palën e vajzës, derisa të vinë në dorë të saj, se e një koqërlos vetë ajo pasaj. Pa merak. Rofë. Qofshin të hajrë. Mirësi e na. Si zezëve, tola
shkele vëndit në mojtëllët kaluara po në këmbë mojtëllët o kaluar se zia vëndë mojtëllët Së i datë mojtëllës Në gjaftë ba Së i datë mojtëllës Të dhano gjak të lartë mojtëllës O të dhano gjak të